Dueshmëria e pozitave ekzekutive në mandatin e deputetit dhe mungesa e një zgjedhje politike po e thellojnë edhe më tej bllokadën. Analistët paralajmërojnë se vetmi rrugë dalje është gjykata kushtetuese. Për herë të dytë dështoi konstituimi i kuvendit, por këtë herë nuk u hodh fare në votim raporti komisionit që do të verifikonte quorumin dhe mandatet. Temgjen Cakolli nga KDI, organizat që monitoron punën në kuvendit, konsideron se sot duhet të dinte një raport i ri, dhe më pas të votohej. Raporti komisionit nuk është votuar dhe nuk ka efekt juridik, duhet të rikthehej në komision, të dinte një raport i ri dhe më pas të votohej. Kjo është procedura, ka thënë Cakolli, transmeton RPK. Edhe analisti Artan Muhaxhiri e quan situatën e krijuar të parashireshme dhe të motivuar politikisht. Shkenur rregullorja dhe gjithçka është bërë për interesa partijake, jo për funksionimin e kuvendit si institucion, ka thënë Muhaxhiri. Rrjedhimisht njohur si deputet të kuvendit, po konsiderojnë se anëtarët e kabinetit qeveritar të cilët janë zgjedhur deputet ndodhen në konflikt interesi. Cakolli shet dy rrugë, ose dorëshin formale të ministrave, ose votim të raportit me shumicë të thjeshtë, nëse sigurohet një marrëveshje politike. Por që sipas tij kryefundi mund të sfidohej në gjykatën kushtetuese, çdo shmangje nga zgjidhja kushtetuese bëhet rrezik që gjykata ta kthejë gjithë procesin në pikën zero, ka shtuar Cakolli. Për Artan Muhaxhirin, vendi ka hyrë në një fazë ku ligjia relativizohet dhe interpretohet politikisht, zë vendin e praktikave kushtetuese. Palët politike po viktimizohen reciprokisht, por askush nuk po kërkon zgjedhje reale. I vetmi institucion që mund të jap drejtim është gjykata kushtetuese, ka shtuar Muhaxhiri, sidoqoftë mbetet të shihet dhe si do të jetin seancat e të shtunës e cila bie të mbahet pa bërë 48 orë të tjera nga thirrja e seancës konstitutive.